Instalimi I rrjetit kablor të shërbimeve të komunikimit e informacionit dhe lidhja e tubacioneve të ujësillësit është procesi përfundimtar I kompletimit të infrastrukturës rrugës nga zona e Rusit Lagja Partizani deri tek ish fermentimi I duhanit. Pas kësaj faze do të vijojë sheshimi dhe sistemimi I trases për t'i ardhur radha asfaltimit. Mijëra metra katror janë hapur në këtë zonë informale për ndërtimin e kësaj rruge, e cila u shërben qindra familjeve të vendosura këtu gjatë 35 viteve të fundit. Ky është një nga projektet më të rëndësishme për zonat informale të qytetit të Shkodrës, pasi përfshin disa blloqe banimi, si në lagjet e reja ashtu edhe në ato ekzistuese, të cilat prej më shumë se 30 vitesh kërkonin ndërhyrje për rregullimin e infrastrukturës. Për realizimin e këtij projekti, Bashkia e Shkodrës siguroi një financim prej mbi 76 milionë e 621.000 lekë të reja dhe nisi zbatimin e tij, I cili pritet të përfundojë deri në muajin qershor. Njëkohësisht në zonat informale të Shkodrës po punohet edhe në ish kombinatin e Drurit në rrugën Enver Bushati, rrugën Gjon Gazulli, bllokun e pallateve Vëllezrit Frashëri, rrugën Marin Beqekemi e të tjerë.